Nuk e kemi këtë. Me zhvillimin e turizmit. Importi është rritur. Pra i bie që... Do të thotë që ekonomia e brendshme nuk ka qenë në performancat që duhet jetë. Po unë e thashë në fillim, sepse bujqësia nuk ka qenë. Ne kemi pasur një historik shumë të keq të bujqësisë. Ja ta presim se ministrin, pse? Ta ktheu përgjigje. Ta përfundoj. Se do duhet kohë që sektori... Jo, nuk është çështje kohë, më nderuar. Ne mund të mos kishim turizëm dhe të kishim ekonomi. Kjo nuk do të thotë që ti t'i vesh bujqësisë, ti vesh bujqësisë lokomotiv turizmin. Nuk ka kuptim kjo. Ka vende që nuk janë, ka vende që, tani më fal një minutë, ka vende që nuk janë turistike dhe janë bujqësore dhe eksportojnë bujqësi. Që do të thotë, pavarësisht i shkon turizmi, bujqësia nuk është automatikisht i lidhur me turizmi, sepse ti mund të prodhosh siç prodhon Maqedonia për ne. Mollët e Maqedonisë i ham ne. Maqedonia nuk është turistike. Nuk bën gop turistët e vetë me mollë. Që do të thotë, ne nuk do prodhojmë për hir të turizmit. Që me që vinë këtu 10.000 veta të shpërndajnë 10.000 kastravec. Eksporte sezonale, siç është mollët. Ne ja kemi lënë, po të them edhe një herë. Gabimi në dizenjimin, gabimi. Po nga zona Dangli. Përse marri mandarinë, përse i hedh në kanal? Sepse fermeri nuk respekton. Jo, nuk është e vërtetë. Fermeri ka fajin? Fermeri, po unë kam një eksperiencë në këtë sektor, pikërisht. Si e ka fajin fermeri në këtë në momentin marri mandarinën që mund të t'jap shembull pa fund. Duhet marr mollën si shembull të zonës së Korçës. Po marr mandarinën pastaj vazhdojmë të mollën. Që nuk e shet dot. Ti vete ke një protokoll që duhet të respektosh për sa i përket gjithë karencave dhe pesticideve. Dhe çfarë ndodh? Një nga blerësit kryesor në sektor ka qenë Lidl, me një kompani përfaqësuese në Itali që grumbullonte për veten e saj për markete në gjithë Ballkanin dhe në Gjermani. Lidl të vinë ta merë në pem kokrën e mandarinës dhe i gjethen dhe ta çon në barit e Italisë të analizon. Dhe normalisht ai të ka bërë një porosi për 10 kamion në muaj apo 200 sa të jetë gjithë sezoni. Kur ty të dalin mandarinat me 200% mbi normën e lejuar. Kjo është tjetër gjë. Po si është krim. Ne po analizojmë, nuk po analizojmë krimin. Unë po analizoj një fermer të zakonshëm po marrë një fermer të caktuar që prodhon mollë dhe mollët në fund fare detyrohet i hedhin në lumë. Ndërkohë që dyqani që mund të jetë afër atë po hedhin qumshin në rrugë. Merë Starkingja e Korçës. Po pse merr Maqedonia edhe është krahasohet me mollën që ka tregu evropian. Ajo Starkingja është shumë herë më Po e bëm shumë teknike, s'do na ndjekin dot qytetarët. Unë po mundohem ta mbaj makro. Po them, dizenjimi se si është vendosur në shina ekonomia e vendit, e ka ekspozuar vendin për një bombë me sahat. Nëse jep 20% të ekonomisë, të prodhimit brendshëm bruto, turizmit, jep edhe 10-15% ndërtimit, ti e ke ekspozuar midis dy sektorëve që për faktor të jashtëm mundet që në një moment caktuar mundet të ekspozohen. Siç ishte pandemia, s'ka më turist. Do vdesim ne, do lidhemi me ushkur, çfarë do bëjmë? Do bëjmë harakiri këtu. Pandemia, sektorin që goditi më rënd ishte teknologjia. Prandaj cila është ekonomitë e vendeve të zhvilluara, çfarë bëjnë? E diversifikojnë. Këtu nuk ke, më fal, ti e ke ministrinë e ekonomisë dhe inovacionit. Kush është inovacion? Ma thuaj inovacionin në këtë vend. Vetëm apartamente, ne Republika e apartamenteve. Ma thuaj inovacion. Eksportet e teknologjisë së informacionit në Shqipëri janë rritur me më shumë se 800% për gjatë 5 viteve të fundit. Ka një sër djemë që vajzat të reja që punojnë për një sër kompanish që ofrojnë zgjidhje digjitale për një sër kompanish të mëdha në tregjet europiane. Pra po llogarit një djalë që është punojnë si Google-it dhe është inovacion në Singapur, po ma llogarit këtu. Jo, janë kompanish që tani inovacioni duhet ta bënë fasorin. Më fal, ja ta them unë cila është inovacion. Jo, se kjo është, jo pra, kjo është,